aftësi nëse i merë, po është budallëk nga ana atyre që t'i japi. Tani, nuk kemi akoma përmbyllur të gjithë procesin, që natyrisht do të përmbyllet në kryesinë e Partisë Socialiste, por ajo që dua të ndaj me ju është e para, cili do dhe cila do për jush që nuk pranon të jetë në listën e hapur, duhet ja bëj me dije drejtuesit ose drejtuesës politike. Parimi themelor i listës së re do të jetë asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur. Është e drejta e kujdo që nuk, për arsye të ndryshme, nuk dëshiron të jetë në listën e hapur, që ta thotë. Po duhet na thotë përpara që të mos jetë në listë dhe pastaj thotë jo punë, shkoj jo punë. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse parimisht luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë nga votuesit dhe nga Partia Socialiste. Të parët. Patjetër që në listën e hapur do të ketë dhe plot të rinj, dhe plot të reja. E dyta, diskutimi ka qenë, unë e kam shprehur dhe kam thënë që drejtuesit politik duhet jenë në listën e hapur. Problemi që më duket se ka argumenti im, është që kjo do çorodiste gjithë procesin, sepse nuk do të lejonte asnjë barazi shansesh në garë, dhe nga ana tjetër nuk do të garantonte asnjë lloj drejtimi të vërtet politik të garës, të ndeshjes nga ana jonë. Pasi drejtuesit politik do të ishin të fokusuar për të marrë vota për vete dhe me një status më të veçantë do të krijonin pabarazi vetvetiu dhe do të çorientojë gjithë skuadra, ndërkohë që skuadrat e qarqeve do të jenë super kompakte dhe duhet të kenë drejtim politik dhe drejtuesit politik duhet garantojnë që të gjithë deputetët dhe deputetet që janë në garë të kenë një hapësirë të barabartë, sa më të barabartë. Dhe asnjë drejtues politik natyrisht nuk besoj kurrë që mund të futet në preferenca se për kë duhet votojnë antarët e Partisë Socialiste dhe qytetarët. Kjo është e padiskutueshme. Dhe natyrisht e njëjta gjë vlen në rastin tim, me thënë drejtën, as e kam pasur dhe as e kam shumë idenë se pse unë duhet jem aty në parlament si deputet për sa kohë kam të detyrë. Dhe nga ana tjetër do ishte prap një hyrje në hak ndaj të tjerëve që të vendose emri im dhe pastaj të vinin votat dhe të çorientoheshin njerëzit. Kështu që kush është në listën e hapur duhet të jetë një garë shumë të barabartë. Ndërkohë që vendimin për veten time nuk e kam akoma të marrë plotësisht se mund dhe mos janë fare në listë. Duke qenë deputet i gjithë për detyrën që kam. Dhe për mos i zënë vendin askujt. Kjo është pak a shumë pamja sot, ndërsa për sa i përket deputet TV,
po shkojmë drejt të njëjtit princip. Por dojmë deri në fund, si do materializohet, të gjitha deputetet që kanë qoftë dhe një mandat, do të jenë në fushë. Përpse? Për faktin se me sistemin e ri që kemi, gara është e balancuar, burrat garojnë me burrat, gratë garojnë me gratë. Dhe një gjë në fund fare. Sepse mund të jetë një diskutim i brendshëm që kontributet çka kanë dhënë këta të rinj ose të reja që të jenë në listën e mbyllur. Unë kam një këndvështrim komplet tjetër. Unë mendoj që pikërisht pse këta janë më të rinj dhe më të reja dhe ftohen ose përfshihen për t'i dhënë një për t'i bërë një transfuzion fuqishëm gjaku Partisë Socialiste dhe për t'a bërë partinë më të vjetër dhe më të re në Shqipëri, duhet t'jenë aty. Ndërkohë që të tjerët, pikërisht pse kanë qenë aty, duhet t'jenë në fushë. Për të marrë sa më shumë vota për Partinë Socialiste. Dhe kiheni parasysh që hyrja që bëra në fillim dhe nuk e them fare për të mikluar askënd, sepse e përsëris kjo është një zgjedhje e lirë dhe prandaj vendosa që të bëj këtë takim siç nuk e kam bërë asnjëherë më parë, sepse është shumë e rëndësishme që të gjithë të jenë të vetëdijshëm për logjikën e këtij procesi dhe të gjithë të jenë të vetëdijshëm për çfarë duhet sot atyre që do të kërkojnë votën. Nuk i duhet atyre që do të kërkojnë votën sot një